Fokusi kryesor i debatit të sotëm për amendamentet ishte vendosur te kuotat etnike, për të cilat deputetët vlerësojnë si janë të nevojshme. Përfaqësimi i drejtë pa kuota etnike është i palogjikshëm, porositën deputetët e partive opozitare shqiptare, të cilët kërkuan edhe tërheqjen e ligjit për ta rregulluar më tej këtë pjesë. Shtrohen shumë teza për ta rrëzuar idenë kur ne themi që përfaqësimi duhet të jetë etnik. E një ndër tezat që unë dëgjoj është shqiptarët nuk duhet t'i trembën profesionalizmin. Po kush tha që i trembën? Që kuotat etnike duhet t'jenë sepse përfaqësimi i drejtë dhe adekuat u vendos si kriter për shkak se diskriminimi ishte etnik. Nuk e dha këtë përgjigje. Dhe kështu është. Dhe prandaj duhet të ekzistojë, baza e ligjit duhet të jetë kuota etnike. Urdhëroni, tërhiqeni ligjin, ose ka edhe forma tjera që i rregulloria e kuvendit, komponentën e kuotave etnike, dëshkueshmërisë, vertikalitetit, 4-5 gjëra që në tren ne mund t'i parashojmë të çështje. Edhe t'i votojmë bashkarisht. Ndoshta mund të duket lehtë prej pozicionit zëvendës kryeministër, shumë thjesht ta thush. Ta them kolegialisht. Do të mbetet pesha e përgjegjësisë. Megjithatë, zëvendës kryeministri Bekim Sali refuzonte të gjitha amendamentet vetëm shkurtimisht, pa dhënë arsyetim. Në mbrojtje të propozim ligjit foli Imërlie Saliu Fetaj nga Vlen. A duhet ne si shqiptar t'i frigohen a meritokracisë të cilën e parashë ligji? A duhet ne të kemi të frikë për të gjitha ata 33 që i kemi super të kualifikuar dhe të mund të pozicionohen me të vërtet në vende pune të cilët u është mohuar me deri tash? Kjo është një nga elementet i cile parashef ligji për përfaqësim të drejtë dhe adekuat. Edhe debati i sotëm për propozim ligjin për përfaqësim të drejtë dhe adekuat zhvillohej me vështirësi. Me vështirësi u shqyrtuan vetëm 4 amendamente, ndërsa për shqyrtim ka mbetur edhe 24 amendamente të tjera.